Një prej lulishtave më të frekuentuara në Shkodër mbetet ajo pranë Universitetit të Shkodrës. Kjo hapësira gjelbër shfrytëzohet nga qytetarë shkodran të grup moshave të ndryshëm. Kryesisht janë të moshuarit që kalojnë më tepër kohë pranë kësaj lulishte. Të moshuarit kërkojnë më tepër kushte, siç janë banjët publike, por dhe më shumë pastërti. Pasuj për ditë, për përgjithësi pastrojnë, i kanë rrugë da punëtorë, se më mirë ka një punëtorë tjetër. Vëca e keni komplet prej këtu e deri atje, se s'kam ku shkoj njerëzit. Ose duhet me shku në klub me 900 lekë aty me pi një kafe me shku në banjo. Ku me gjithë këta? Mirë unë, se unë hajde kam një farë pensioni. Po njerë që kanë 150.000 lekë, 100.000 lekë, ku të shkoj aj? Pastërtia faqe zezë, para një muaj ka qenë mirë, ta një vërdo, shiko si është. E do vinë këta turistat, që me pak këtu. Jo vetëm të moshuarit, por dhe të rinjt frekuentojnë këtë hapësirë. Lulishtja është hapësirë gjelbër publike, besoj që shfrytëzohet për gjithë qytetarëve dhe është mjaft ambient i këndshëm për të qëndruar, sidomos tani që bëhet pak më nxehtë. Besoj pjesa e ambientit të lojrave është pjesa që ka nevojë më për përmirësim, pasi fëmijët janë të shumtë dhe kanë të nevojshme pjesën e aktiviteteve sportive. Në lulishtes do thoja që ka shumë nevojë për investim, pasi infrastruktura është e vjetruar, mund të themi, nuk është bashkohore, dhe prandaj ndoshta edhe për ne të rinjt është nevojshme të kenë pak më komode për atë aktivitetet tona. Lulishtet e qytetit janë ndër hapësirat më të preferuara nga fëmijët deri tek të moshuarit, por nevoja për mirëmbajtje dhe pastërti mbetet ndër kërkesat kryesore të tyre.